Përshëndetje miq, me përshëndetje më të bukur zonë po lom tunë gjatjeta shqiptar kudo që jeni, duke marrë frym. Këtë frymën e bukur atje hona në ata përshini. Jetëni zakonisht në lemrona me honë. Titulli I kësaj paraqitje është reagim se nuk më pranojnë, por kanë qeft bohen kopjet mia. Miku im Miran Kelmendi ose Broha ose Ibrahim Kelmendi me emrin e të parëve, kur ka qenë I programum si musliman, prej prindërve ti, ka shkru status, dëgjoni mirë, statusin e Ibrahimit. Kështu ka shkrujt Miran Kelmendi. Nuk mund të jesh njëkohësisht musliman dhe shqiptar. As katolik dhe shqiptar, as jahudi dhe shqiptar. Pra, si që pe, sheni, fjallët e kujt janë, originali kujt, është originali që e thot Tim Shkupi, është ideologjia I imamit shqiptarve. Ti mundesh më aposin no, ti kretë është në regull, ti mundesh edhe të ofendosh shqiptarin. Po nuk e ke pa tjetër të kopjosh. Këtë rast, Ibrahim Kelmendi nuk e sulmon shqiptari, nuk e ofendon shqiptari. Mirë po, ta kopjosh Tim Shkupin, ti morish prej Tim Shkupit, dhe ti paraqesh si qëndrimet tua është pak jo e ndeshme. Une I shkrova në Facebook, Miran Kelmendi, të shumë Miran, pse po m'vjedh? Tha se, që shka tha, adin e respektoj shumë Miranin, adin, tha se një mirë, tha vjedhët. Mirë po Miran Kelmendi nuk e di se edhe një pjesë hoxhallarëve kanë fillu ndër rreshta, të më kopjojnë, se e shohin se e vërteta është në onën e imamit shqiptarve. Në onën e fesë së shqiptarve, feja shqiptarit të shqiptaria. Unë e sërë këmë thonë, ekziston feja muslimone, pa është e Kuranit, jo, është e librit, jo. Ekzistojnë ato, është feja perandoris, të regjimit abasit. Ato ekzistojnë edhe sot, pa e njohin ata Kuranin, ato jo që nuk e njohin Kuranin. Ata as nuk din më fut në qasje për ta kuptu Kuranin. Ose Biblën, ose ndonjë libër tjetër. Pra nuk është mirë të më kopjoni pa e përmendë emrin. Normal, unë nuk paraqit në çdo ditë. Punën që e ban ekipi jam është punë shumë e fortë. Të televizionet ma kanë shumë I nonti, se ta shkoni Shadow Ban që është në YouTube, ju kanë në ra klikimet në YouTube po thuaj se gjithve, por shkak se nuk kanë qenë organik. Dhe më thonë inteligencia artificiale dhe ndalesa me hije I nxjerr jashtë mashtruesit. Normal, kushdo me shpëtu prej mashtrimit, ka mundësi me shpëtu prej mashtrimit. Mirë po, shumica janë viktim e trendit të mashtruesve. Unë e këmë thoni pori, nuk mundesh me qenë edhe shqiptar edhe musliman. Tim Shkupi ka thonë. Nuk mundesh me qenë edhe shqiptar edhe katolik. Tim Shkupi ka thonë. Nuk e ka thonë askush tjetër para meje. Prandaj, di pjesë hoxhallarëve kanë frikë më mi vjedh, se e din që unë jam shumë preciz këtë punë dhe nuk va fali. Ose pranoni Tim Shkupin si imam I shqiptarëve, citoni e ka thonë Tim Shkupi. Atër jemi në regull. Siguron që e ma referencë, për shembull,
me zbërthyrën e fjalë, etimologun e njohur shqiptar, zbërthyrësin e fjalëve shqiptar, Zotrin Agron Dalipaj, Sazan Gurin, Petrit Gaçin e tjere. E keni çorda jo? Pse do të më ordinati me citu Tim Shkupin? Se kjo është filozofia, ideologjia e imamit shqiptarve Tim Shkupi. Pse ju mundon ajo punë? Unë nuk fitoj prej asoj asgjë. Unë e ruaj originalitetin. Originalitetin e ruaj. E në lexon e statusin e shumë gjëra tjera. Unë jam ai pori që ku më thonë, nuk ku më intereson për ti çka je, a je musliman, a je katolik, a je krishter, a je budist, a je ateist, nuk ku më intereson ti çka je, më intereson a je shqiptar. Edhe më intereson a je inxhinier, se më duhesh si inxhinier, a je arkitekt, se më duhesh si arkitekt. A je artist, se më duhesh si artist. A je dizajner i webit, se më duhesh si dizajner i webit. A je haker, se më duhesh si haker. Prandaj unë jam baba i hakerave në internet. Nuk është vetëm ja fut kot me kopjut Tim Shkupin, mend i ki në hava bëthën e ki nu. Kjo është e vërteta. Ka ardhur koha me pranu imamin e shqiptarve. Tash, rasisht unë kum lind Shkup. Rasisht kum lind Shkup. Të në Maqedoni pak shqiptar ka. Shumica kanë me dhës, nuk ka shqiptar shumë Maqedoni, pak jemi. Nese që la fosin shqip, ko, po shqiptar kështu, ko pak. Dhe neve nga maltretojnë. Bi neve bojnë dhun dhe terror psikologjik. Këto hot partive bashkë me Islamska Zajednicat, me mujt nga shbëjnë, mirë po të janë duke shbë vetë vetën. A më kuptonë se karma këthehet keq të ata që i një qëjnë keqa. Prandaj i kanë mashtru të marët, budalenjet, fukarenjet, mendojnë se Ramazoni agjerimi është mashtru iftare, pompoze. Shto që Mironin e përshëndes dhe jo gjithë. Pra, e vërteta është e vërtet, është e hidhur, pse është e vërtet, do është ta pranojsh. Pra, i Tim Shkupi është ai pari që ka thonë, nuk mund t'jesh, 2 bastona, 2 shalqina, nuk mohën ndërsjetën. Kjo është një paraqitje e shkurt, me që thate përshëndes, Miran Kelmendin që hona u të shku në atë 14-qin. 14-qin e vazhdojmë punën tonë dhe i përshëndes të gjithë anëtarë televizijës Vota Shqiptare dhe të gjithë besimtarët që e besojnë Zotin një, Ilahin dhe të gjithë ata që e bëjnë agjerimin me gishtin të vetvetja, me vëmdu një kontakt me Zotin e tyre. Zoti ju afranoft juve thirret bashkë me mu dhe ne po ecim para dhe ata që janë këtë lëvizjen Bota Shqiptare, ku është imami, e kanë garantum xhenetin. Asnjë hoxh, asnjë rrotësome nuk del më ju kallzu se e keni të garantum xhenetin pse veni në xhami, pse e din që janë të rrajt. Jo përshëndes ju dushëm.